Letërsia dhe shkrimtarët shqiptar kanë qenë shpesh në qendër të debateve që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të autorit, konkurset letrare dhe dhënien e çmimeve. Debate këto që jo gjithmonë kanë gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Në vazhdim të këtyre problematikave, për herë të parë është krijuar Forumi i Shkrimtarëve Shqiptar, që synon të ushtrojë një ndikim ndaj institucioneve vendimarrëse në funksion të ndërtimit të politikave kulturore letrare. Duke analizuar në mënyrë secili individuale dhe më vonë duke rënë dakord përmjet të shqyrtuarën gjendje të leximit publik në Shqipëri, gjendje e cila është për herë më e mirë, për herë më problematike dhe produkti i shkrimtarit që është libri ende mas 35 vjetëve tranzicion të stërzatur nuk ka gjetë vendin e vet. Do të nxisim me gjithë ndikimet tona të shumë planëshe një marrëveshje ndërqeveritare për librin dhe në nënshkrimin e një memorandumi të tregut përbashkët të librit shqip. Forumi i Shkrimtarëve do të jetë një grupim ku idetë mbi artin, krijimtarinë dhe kritikën letrare takohen për të ndërtuar kontakte reale kulturore mbarkombëtare. Ndaj, dhe shtrirja e përfaqësuesve nuk do të jetë vetëm brenda territorit shqipfolës, por edhe më gjerë. Forumi ka qëllime shumë të mira të cilat në çdo moment do ta mbrojnë dhe do ta shtrojnë përpara letërsinë shqiptare duke synuar unifikimin e saj, pra të kemi vërtet një letërsi e cila shkruhet në një gjuhë. Është një punë e mirë sepse tenton që letërsinë shqipe ta shohë si të unjësuar, si një, e cila nuk ka kufi administrativ dhe për këtë sigurisht që si forum do të kemi punë të madhe qoftë përmes lidhjes mes autorëve, shtëpive botuese, po edhe ministrive të ndryshme të kulturës. Ky forum është konceptuar si një hapësirë dialogu, bashkëpunimi dhe rrjetëzimi letrar që kërkon të jap identitet letërsisë dhe shkrimtarëve shqiptar.